A je pyetur ndonjëherë pse personi që duket se të do më shumë, pa pritmas duket sikur të injoron? Kjo mund të jetë e hutueshme dhe e dhimbshme. Megjithatë, ndonjëherë pas këtij sjelljeje fshihet një arsye më e thellë, një arsye shumë më komplekse se sa duket në shikim të parë. Në këtë video do të mësosh pse dikush që të do me të vërtetë mund të tërhiqet pa pritur ose të sillet në mënyrë të distancuar. Në fund, mund të fitosh një kuptim të ri të asaj që kjo sjellje do të thotë vërtet dhe ndoshta edhe të gjesh paqe të brendshme. Ndonjëherë dashuria është e ndërlikuar. Nuk shfaqet gjithmonë në mënyrën që ne e presim. Personi që të do thellë mund të duket i ftohtë ose i largët, por kjo nuk do të thotë se ai ka pushuar së kujdesuri për ty. Shpesh sjellja e tij zbulon një thellësi ndjenjash që presin vetëm të kuptohen. Frika nga cenueshmëria. Dashuria na bën të cenueshëm. Ajo heq stresat tona mbrojtëse dhe kjo mund të jetë frikësuese. Për disa është e vështirë të tregojnë emocionet e tyre të vërteta. Në momente ndjenjash dërmuese, ata tërhiqen për t'u mbrojtur nga dhimbja e mundshme. Kjo sjellje nuk do të thotë se ata ndjejnë më pak përkundrazi. Ata ndjejnë aq intensivisht sa kanë frikë nga thellësia e atyre emocioneve. Mendime të tepërta dhe pasiguri. Kur dikush të do me të vërtetë, bëhet tepër i vetëdijshëm për sjelljen e tij. Çdo gjest, çdo fjalë vihet në dyshim. Jam mjaftueshëm i mirë, po dëm gjën e duhur. Ky mendim i vazhdueshëm mund të çojë në heshtje jo sepse duan të injorojnë, por sepse kanë frikë të thonë diçka të gabuar. Në të vërtetë, ata luftojnë me pasiguritë e tyre, të pushtuar nga ndjenja të forta. Dashuria e thellë mund të jetë dërmuese. Emocionet janë aq të forta sa që personi duhet të bëjë një hap prapa për t'i përpunuar. Injorimi mund të jetë një formë tërheqjeje për të fituar qartësi mbi ndjenjat e veta, jo sepse duan të largohen prej teje, por sepse u duhet kohë për të rregulluar botën e tyre të brendshme. Frika se do të duken shumë të varur. Disa njerëz kanë frikë se mos duken shumë të lidhur ose të nevojshëm. Edhe nëse të duan thellë, ata shmangin ta tregojnë hapur mallin e tyre që të mos duken të dobët. Ata krijojnë me vetëdije një farë distance jo për të humbur, por për të ruajtur ekuilibrin. Testimi i lidhjes. Ndonjëherë distanca shërben gjithashtu për të kuptuar ndjenjat e tua. Nuk është lojë, por një mënyrë e qetë për të ndjerë sa e fortë është dashuria jote. A do të kontaktosh ti? Të mungojnë ata aq sa u mungon ti atyre? Përmes kësaj distance ata duan të kuptojnë nëse ekuilibri juaj emocional është i ndërsjellë. E gjithë kjo sjellje sado e çuditshme të duket buron nga dashuria dhe cenueshmëria. Dashuria rrallë është e thjeshtë. Njerëzit shpesh nuk dinë si të përballen me ndjenja të reja dhe intensive. Mënyra më e mirë për ta përballuar është komunikimi i hapur dhe i sinqertë. Nëse distanca të lëndon, fol qetësisht për të. Thuaj se si ndihesh. Në këtë mënyrë mund ta kuptoni më mirë njëri tjetrin dhe të zbuloni arsyet e vërteta të sjelljes. Mbaj mend, heshtja shpesh flet më fort se fjalët. Kur dikush që të do të injoron, ndalu përpara se të gjykosh. Ndoshta heshtja e tij flet për frikë, thellësi dhe për një dashuri më të fortë se sa mendon. Dashuria është një udhëtim plot durim, cenueshmëri dhe besim.